Kryesocialisti Edi Rama gjatë vizitës së tij 2 ditore në shtetin austriak i bën të njohur zyrtarëve të lartë të këtij vendi programin politik për një rilindje shqiptare, duke siguruar në të njëjtën kohë edhe mbështetjen e tyre lidhur me taksimin progresiv që Partia Socialiste ka përfshirë në programin e saj. Nga ana e tij, sekretari i shtetit të Austrisë për financat, Andreas Scheider, ofroi mbështetje të ekspertëve austriak në fushën e financave publike për programin e ri të PS-s, duke u shprehur se taksimi i sheshtë favorizon të pasurit dhe taksa progresive e propozuar nga socialistët është e duhura për modelin ekonomik të Shqipërisë. Unë besoj se aplikimi i një takse të sheshtë në nivel të ulët nuk është një ide e mirë, pasi vetëm favorizon të pasurit dhe i merr parat njerëzve të varfër. Sistemi i taksave duhet të jetë i drejtë dhe i paanshëm. Kjo do të thotë taksa progresive. Çështjet e taksave që lidhen me të ardhurat, gjithashtu aplikimi i tatimit mbi fitim kapitalin e të tjerë. Kjo sepse duhet të sigurohemi që shoqëria jonë të mos ndahet, por të qëndrojë bashkuar. Nga ana e saj, Christine Maton, sekretare e grupit parlamentar socialist austriak për politikën e jashtme dhe marrëdhëniet me Europën, veçoi gjatë bisedës me zotin Rama fenomenin e papunësisë tek të rinjt. Temat për të cilat biseduam lidheshin me procedurat ligjore dhe qeverisje në përgjithësi, por edhe çështje që kanë të bëjnë me arsimin në përgjithësi apo edhe për arsimin universitar në veçanti, çështje që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor, si edhe për papunësinë, e cila duket se është një problem për Shqipërinë. Mendoj se këtu është shumë e nevojshme që të bëhet diçka, veçanërisht për të rinj që të kenë punë dhe në këtë mënyrë arrihet suksesi. Ndërkaq, gjatë takimit që zhvilloi në shtetin austriak, kryesocialisti Edi Rama u takua edhe me ish kancelarin Franz Vranitzky, ku në qendër të bisedës ishin situata politike në Shqipëri dhe Ballkan.